Bashkimi Evropian do jap brenda 3 vitesh Shqipërisë 922 milionë euro. Çfarë mendoni se duhen bërë me to? Më e rëndësishmja është infrastruktura, qoftë rrugët, hekurudhat, shkollat, shëndetësia. Ka vërtet kaq fonde për të dhënë? Që ka një lajm shumë i mirë dhe Shqipëria ka shumë nevojë tek ndihmat sociale, kryesisht tek njerëzit me aftësitë kufizuare. Besoj për qytetin, për infrastrukturën e rrugëve, në arsim, në zhvillimin e turizmit akoma më shumë. Po e para e mbujësi. Pastaj edhe industria që lidhet prapë me turizmit, si konservimi dhe edhe peshkim, besoj. Pastaj edhe teknologjia. 922 milion euro financimet sigurta mund të ndiqen lirisht online, si realizim, verifikim nga Komisioni Evropian dhe lëvrim fondesh. Njësër projektesh në energjetik dhe digitalizim kanë dalë tashmë nga letrat e projektit. Tabela e monitorimit e para në vendet e rajonit për planin evropian të rritjes mundson ndjekje në kohë reale të realizimit të fondeve përkatëse. Aktualisht, 3 prej tyre, rehabilitimi i hidrocentralit të Fierzës, digitalizimi i sistemit shpërndarjes energjisë dhe linja 220 kV me qark të dyfisht për Tiranën, kanë ecurinë më të madhe siç e tregon ngjyra e gjelbër. Ndjekja në kohë reale është pjesë e transparencës së premtuar, sa dhe asaj që vetë Komisioni Evropian e konsideron mekanizëm etik për ritmin drejt objektivit 3 vjeçar të përmbushjes së plotë të tij.